që shka thonë nona Imam Shafiut, se e ka dërgu Imam Shafiun të mëson të hoxha i ti, ka thonë o djali jem, shko dhe mësot të hoxha jetë e vëkiju, nëse një ajet apo një hadith nuk ka shtashton frikën dhe Allahut, atër lene sa jo nuk do tjetë argument për ti, po do tjetë argument kundër ati ditën e gjykimit. Pra ne të ashtojmi diturien edhe me gjitha ta të ashtojmi edhe veprat tona në praktik, që kjo është qëllimi jonë, nuk është qëllimi jonë të dim dhe mës të praktikojmë, qëllimi jonë të dim sa ma tepër, po ata të shtim në praktik, mës të bëmi si jahudit që kanë pas dituri, edhe nuk kanë vepru ma diturien, po njëtën kohë mës të bëmi si krishterët pa dituri që të veprojnë, ku Allahu subhanahu wa taala nuk i pat urdhëruar shumë sende, pa ata mendojshin se kjo në krijen e tyre, mendojshin se ata kjo është ibadet. Po ne jemi mesatar të cilët e kemi diturien edhe veprën të jenë të përputhta. Shkaku se nëse një musliman apo një hoç apo kushdo koft i cili ka dituri është sikur ajo CD-ja DVD apo sen i ka derse me qindra Kur'anin përmendsh, po nuk i thuhet asaj CD-s hoç, as nuk i thuhet musliman, po i thuhet DVD ose i thuhet CD. Kur je musliman i devotshëm edhe hoxh i mirë edhe dietar, kur ti ata që e ndëgjon edhe mundohu që ta shtish në atë praktikën tënde, që ti Allahu subhanahu wa taala të ngrit në dituri dhe të ngrit po ashtu edhe me veprat e tua në xhenet. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na shton diturinë dhe të bëjmë shkak për atyre që ta praktikojnë fenë Allahun sa më mirë.